Ankthi dhe shqetësimi e rrisin fatkeqësinë. Kjo thënie thekson ndikimin negativ të ankthit dhe shqetësimit në perceptimin dhe përvojën tonë të vështirësive dhe sprovave në jetë. Kurani na jep udhëzime se si të trajtojmë ankthin dhe pasojat e tij. Allahu në surën Bekare, ajeti 286, thot: Allahu nuk e ngarkon askënd përtej mundësive të veta. Ky ajet na kujton se Allahu është i vetëdijshëm për aftësitë tona dhe nuk do të na ngarkojë me sprova që janë përtej aftësive tona për t'i përballuar. Megjithatë, ankthi shtrembëron perceptimin ton për forcën dhe qëndrueshmërinë ton, duke e bërë barrën të duket shumë më e rëndë se sa është në të vërtetë. Për më tepër, në surën Inshirah, ajeti 5 dhe 6, Allahu thot: sepse me vështirësi vjen lehtësia, vërtet me vështirësinë vjen lehtësimi. Kjo përsëritje thekson sigurinë e lehtësimit dhe e lehtësisë që pason çdo vështirësi. Megjithatë, ankthi na pengon të njohim dhe vlerësojmë momentet e lehtësimit dhe bekimeve që janë bërë të ndërthurura me sprovat tona. Kjo thënie shërben si një përkujtesë për myslimanët për pasojat negative të ankthit, kur e lejojmë veten të konsumohemi nga shqetësimi dhe frika, pa dashje e zmadhojmë ndikimin e fatkeqësisë me të cilën po përballemi. Perceptimi ynë bëhet i turbullt dhe ne harrojmë zgjidhjet e mundshme dhe mundësitë për rritje që gjenden brenda provës. Për shembull, imagjinoni një person që po përballet me vështirësi financiare. Në vend që t'i nënshtrohen ankthit dhe dëshpërimit, ata mund t'i qasin situatës me një mentalitet të qetë dhe racional, duke kërkuar udhëzim nga Allahu dhe duke i përdorur burimet e tyre me urtësi. Ata mund të gjejnë burime alternative të ardhurave ose të zbulojnë bekime të fshehura në rrethanat e tyre. Megjithatë, nëse lejojnë që ankthi t'im poshtë, ata mund të paralizohen nga frika, të paaftë të mendojnë qartë ose të ndërmarrin hapa proaktiv drejt përmirësimit. Ankthi jo vetëm që shtrembëron perceptimin ton për sprovat, por gjithashtu ndikon në mirëqenien ton të përgjithshme. Mund të çojë në probleme të shëndetit fizik dhe mendor, marrëdhënie të tensionuara dhe të pengojë aftësinë ton për të marrë vendime të shëndosha. Duke kuptuar pasojat negative të ankthit, ne inkurajohemi të kërkojmë mënyra për ta menaxhuar dhe lehtësuar atë. Një mënyrë për të luftuar ankthin është nëpërmjet besimit në Allahun. Kurani, në mënyrë të përsëritur, thekson rëndësinë e mbështetjes tek Allahu dhe besimin ton tek Ai. Në surën Talak, ajeti 3, Allahu thot: e kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton atij. Kur besojmë në urtësinë dhe planin e Allahut, ne mund të gjejmë ngushëllim dhe paqe edhe në mes të sprovave. Ky besim na lejon të qasemi vështirësive me një mendësi të qetë dhe të përmbajtur, duke minimizuar ndikimin negativ të ankthit. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët për efektet e dëmshme të ankthit në perceptimin dhe përvojën tonë të sprovave. Duke kuptuar pasojat negative të ankthit dhe duke kërkuar mënyra për ta menaxhuar atë, ne mund të qasemi vështirësive me një mendësi të qartë dhe racionale, duke na mundësuar t'i kalojmë përmes tyre me elasticitet dhe forcë. Besimi në Allahun dhe mbështetja në udhëzimin e Tij janë thelbësore për të kapërcyer ankthin dhe për të gjetur paqen përballë fatkeqësive. Allahu na dhënë të aftësinë për të kapërcyer ankthin dhe për të përballuar sprovat me durim dhe urtësi.